na tregoni pak për shëndetin mendor të nxënësve. Në një farë forme ta përkufizoni shëndetin mendor të nxënësve. Së pari është shumë e rëndësishme të përkufizohet shëndeti mendor në përgjithësi. Shëndeti mendor është një gjendje e mirëqenjes ku secili individ shpreh potencialin e tij ose të saj, përballon streset normale të jetës dhe ku mund të punoj në mënyrë produktive dhe të kontribuoj në komunitetin e tij ose të saj. Në anën tjetër, shëndeti mendor i nxënësve mund të definohet sikur një gjendje ku një nxënës ndihet mirë me veten, ka vetbesim, pranon plotësisht veten e tij, gjithashtu ka mënyra të përshtatshme për me i përballu streset dhe presionet të cilat vijnë nga shkolla, nga jeta shoqërore dhe nga familja. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të ceket që shëndeti mendor i nxënësve mund të definohet edhe si krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve pozitive me bashkëmoshatarët, mësimdhënësit dhe me familjarët.